dhe Jakub Krasniqit, do të shpallet më 16 shtator 2026 në orën 10. Kryetari i trupit gjykos Charles Smith e mori këtë vendim këtë të mërkur me arsyetimin se një shtyrje e dytë është tetë e nevojshme në mënyrë që të vlerëson rreth 270 dëshmitarë që kanë dëshmuar në këtë rast gjyqësor dhe po ashtu 5467 prova dhe 29238 faqet e transkriptit në këtë rast që është më i madhi në dhomet e specializuara të Kosovës. Smith në këtë vendim thotë se shtyrja e dytë ishte absolutisht e nevojshme sepse në rast janë 4 të akuzuar dhe veprat individuale të secilit duhet të vlerësohen dhe gjykohen veç e veç. Kryegjyqtari kujton se shtyu shpalljen e gjykimit më 5 maj dhe për 60 ditë tjera, afat ky që do të përfundonte më 20 korrik dhe ka parasysh kohën e gjatë që të akuzuarit kanë kaluar tashmë në paraburgim. Megjithatë, gjyqtarët kanë nevojë për kuvendime profesionale për të marrë një vendim të drejtë. Ndërkohë